أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Mirëmbrëma shikues të ekranit të televizionit të UTA. Takohemi së bashku në këtë studio që tashmë na ish bërë një rutinë çdo mbrëmje përgjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ku ka me bukur ashtu siç ja filluam me leximin e Kuranit të vet Hafiz Idris Dërmakut, ai i cili na recitoi disa vargje nga Kurani famlart, dhe sot në studio un kam pikërisht babain e tij, ai i cili është profesor Muhamet Dërmaku. Faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe faleminderit që gjendesh sot në studion tonë. Faleminderit shumë për ftesën dhe për juve, jam i kënaqur dhe i privilegjuar që jam me ju sonte të zhvillojmë këtë intervistë. Na tregoni pak, vinin nga një rrugë gjatë, vinin nga Gjilani. Si është për juve që ndodheni në Ulqin? Bismillahirrahmanirrahim. Në fakt, Ulqinin më parë, ose unë kur kam qenë si fëmijë, e kemi njoft si një vend ku është vend bërgëdetar dhe vend që është frekuentuar vetëm për pushime verore, më tepër. Me kalimin e kohës, ne kur ishim vetë në nxënës të shkollës së mesme medreses, atë kohë nuk ishte medrese në Malë të Zi dhe në fakt shqiptarët e malësisë së Ulqinit dhe në përgjithësi shkollimi fetar të tyre eventualisht e bënin në medresen Alaudin në Prishtinë. Dhe ne në fakt kishim shok dhe kemi shok që tashmë janë pjesë e aktiviteteve fetare këtu në Ulqin. Me kalimin e kohës filluam që të vim dhe pam se Ulqini ka bukuri të shumta. Për bukurive më të mëdha nuk është vetëm deti që është, por janë njerëzit e mirë ulqinak që janë mikpritës në çdo kohë. Dhe për ne komunitetin fetar me tekste veçantë ose hoxhallarët tashmë në Ulqin kur vim gjejmë edhe një gamë të organizimeve të ndryshme fetare nëpër xhami që janë të mirëmbajtura, të pastërta, xhami që ndërtohen, xhami që frekuentohen nga besimtar vendas. Andaj Ulqini është shndruar në një vend që është i lakmueshëm për ne ta vizitojmë në çdo periudhë të vitit, tashmë jo vetëm gjatë verës, kështu që edhe ndonjë natë të Ramazanit ta kalojmë në Ulqin është tashmë diçka e dashur për ne. Po si ju duket Ulqini sa i përket fesë islame, viteve të fundit flasim më tepër? Në përgjithësi, në trojet shqiptare mund të them, zhvillimi i fesë në përgjithësi i fesë islame kemi të guxim të flasim me përgjithësi. Në veçanti ka një shtrim më të madhe
edhe në të gjitha visat shqiptare, ku do që shkojmë, edhe Tirana është më fetare, në kuptim xhamit janë më ndryshe. Edhe në Kosovë e Macedoni që feja ka qenë pak ma e zhvilluar, pak ma e avancuar ose më pak e dëmtuar prej periudhës së komunizmit, megjithatë nga vitin e vetë shohim ndryshime pozitive në kuptim të kuantitetit të numrit njerëzve që vinë, po edhe në kuptim të kualitetit. Pra nuk janë vetëm një shtresë e caktuar njerëzve që vinë, por janë nga të gjitha shtresat, nga bota e artit, nga bota e shkencës, nga bota e politikës, e tjera. Domethënë kemë gjitha fushat. Një zhvillim të tillë po ashtu shohim edhe në Ulqin. Pra Ulqini është krejtësisht ndryshe, e shohim me një prosperitet dhe zhvillim jashtëzakonisht të mirë, në kuptim jo të hovshëm, jo të rrezikshëm, jo të radikalizuar, jo të shfrenuar ta quajmë, por gjithmonë i matur, gjithmonë i ekuilibruar, gjithmonë i kontrolluar mirë nga vetë besimtarët fillimisht, por edhe institucionet fetare, pra që i prin janë gjithçka është, mendoj se në rregull, të paktën në prizmin tonë si mysafir që e shohim. Kur flasim për vitet e fundit, më njëherë na shkon ndërmend edhe pjesa e rinisë sot. Si e shihni edhe pjesën e rinisë, sa është lidhja tyre me islamin? Çfarë mendoni, çfarë impakti ka pasur edhe celularet viteve të fundit? Mos ndoshta ka pasur edhe një impakt të mirë tek lidhja tyre edhe me fenë islame, kuptimi më i mirë për fenë? Po, në përgjithësi në zhvillimi i teknologjisë në shumë sfera mund të duket negativ, por i ka anë pozitive jashtëzakonisht më të mëdha se sa ato negative. Ne gjithmonë druhemi prej ndonjë degenerimi, prej ndonjë programi, aplikacioni që nuk është shumë i favorshëm dhe i nevojshëm mirë, po megjithatë vërehet që njerëzit kanë boshllëk shpirtëror dhe atë boshllëk nuk është në gjendje tash askush t'ja më përmbush. Gjithçka doli, gjithçka u zbulua, gjithçka njerëzimi bëri për vetveten, por bëri në aspektin më shumë material, më shumë të avancimit të dëshira dhe pasionet të tij. Mirë po, ajo që është më kryesorja në njeriu, që është shpirti, sepse njeriu pa shpirtin është kufom, atëherë ajo u la anash dhe rrjedhimisht shpirtin kush e ushqen më mirë se sa feja dhe besimi. Kështu që edhe të rinjt shqiptar, pra në këtë rast edhe qasja pra në botën e internetit e gjithë bota ose gjithë globi u shndruan në një fshat. U unifikuan, duhet të them, edhe ngjyrimet, edhe përplasjet, edhe ndryshimet, divergjencat e mundshme që kanë mund t'i kenë njerëzit. U shfaqën dhe u dolën e pa edhe vlerat sikur që edhe antivlerat. Dhe njerëzit patën mundësinë që të kapin njërin ose tjetrën dhe ka mjaftueshëm fakt. Them që janë prek edhe me anë negative të këtyre zhvillimeve, por atë që ju përmendet po, nëse ka qenë mungesë e mundësisë që ta kem frekuentimin e një hoxhe të famshëm të zëmë që ka oratorinë e tij, dijen e tij, e që funksionon të zëmë në Tiranë ose në Prishtinë ose në Shkup, kjo tash edhe për qytetet e tjera të vendeve tona, ishte bërë shumë e qasshme dhe mundshme që edhe nga fshatrat të mund të ndjekin hoxhën që dëshirojnë, ligjëratën që dëshirojnë, e favorizojnë dhe kështu me radhë, pra është bërë që njerëzit të jenë më afër dhe rrjedhimisht pra ka ndikuar pozitivisht që njerëzit të afrohen më shumë me fenë islame dhe të marrin prej margaritarëve të saj. Me qenë se kjo bisedë që kemi sonte do të jetë pak më thjesht dhe do të mund të lundrojmë në tema të ndryshme, unë duhet të shkoj këtu ku jemi në muajin e Ramazanit. Mund të na flisni pak për këtë muaj të shenjtë, cili është çka na bën zemrat tona muaji i shenjtë i Ramazanit? Muaji i Ramazanit, sikur ju kanë informuar në vazhdimsi edhe hoxhallarët që keni mund të keni në studio, karakterizohet me agjerimin. Agjerimi si një shtyllë e fesë islame, ishte një detyrë që nuk erdhi risi për njerëzimin në kuptim për besimtarët musliman, por ishte edhe për gjeneratat e tjera.
Dhe në këtë rast agjerimi si specifika kryesore e Ramazanit ka në vetvete një qëllim, një objektiv që Zoti e bën të qartë, thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të jeni të druajtur, të jeni të devotshëm, të jeni të përkushtuar, të jeni të respektues të së drejtës, të jeni të përkushtuar në fe dhe besim me kështu me radhë. Këto prafërsisht fjala takwa i përmban këto kuptime dhe agjerimi pra është për të sjellë këto vlera në vetveten tonë. Duke qenë se Ramazani karakterizohet si muaj me zbritjen e Kuranit, Allahu e veçoi pra atë agjerim që ju e keni obligim, hajtë ta bëni në Ramazan për shkak të ndërlidhjes së tij me Kuranin. Rrjedhimisht pra njerëzit me agjerim në shikim të parë duket se do të privohen për një muaj nga ushqimet dhe pijet gjatë ditës. Kishim një ditë dikun me 13 orë gjysmë deri 14 orë agjerim dhe njerëzve ju duket se ndoshta është e pamundshme ose jo e lehtë që njerëzit të abstenojnë nga vetë dëshira, nga vetë vullneti i tyre, nga ato ushqimet që i kanë të lejuara ditëve tjera dhe i kanë të lejuara edhe netëve të Ramazanit. Mirë po duke qenë se agjerimi nuk është risi edhe për popullin tonë, është ndoshta adhurimi më i njohshëm për masat e gjera të njerëzve dhe mund të themi më i popularizuar, më i shtrirë në masat të ndryshme që njerëzit e njohin që nga gjyshrit e tyre, nga baballarët e tyre dhe pastaj edhe gjeneratat e tanishme nuk është se nuk e njohin agjerimin ose muajin e Ramazanit. Dhe me fjalë tjera, duke pas parasysh njeriu për këtë devotshmëri ka nevojë, sepse njeriu në jetën e tij të përditshme e ka gjithmonë një rrezik që ky shpirti i tij të ndytet me njolla të lakmis, me njolla të themi pse jo të disa virtyteve ose vetive jo të mira, hipokrizisë për shembull, me smirën, me inatet, me zënkat, me garën për të qenë i pari dhe për të shkel të tjerët, e tjera pra me disa gjëra që këto janë rrezik potencial dhe permanent i shpirtit në çdo kohë. Ne kemi nevojë që këtë shpirt ta pastrojmë gjithnjë, të jemi të sikur orëndit në shtëpi. Nuk është çështja vetëm t'i blejmë një ditë, por është shumë e rëndësishme t'i mirëmbajmë, të jetë dikush që i pastron e që të mos jetë të mbulura me pluhur. Dikush mund të thotë se po kush bëri, kush pruri baltën në shtëpi që të pluhrosen. Jo, është e natyrshme që jeta zhvillohet vetvetiu. Nëse ne nuk e mbajmë pastër, pa pastërtia mbulon. Kështu është edhe me çështjen e shpirtit, pra ka nevojë për këtë devocionin që ta ketë të rigjeneruar në kohë të ripërtrishme, domthonë kohë pas kohe çdo ditë. Ramazani është diçka që për një muaj me agjerimin me tekst të veçantë e bën njerin që të jetë të hyjë në një shkollë dhe të dalë nga ajo shkollë. Pe quajmë shkollë jo në kuptimin pra të një regjistrimi dhe të një diplomimi, por thjesht është shkollë dhe kalitje që njerëzit duhet të mos jenë sikur në fillim, sikur në mbarim. Dhe rrjedhimisht ne edhe vetë në Ramazan i shohim se si njerëzit, për shembull, kanë pas përtaci që ta falin një namaz, ndërkaq në Ramazan janë gjendje jo vetëm ta falin atë namaz, po të kenë edhe namazin shtesë që është namazi i teravive dhe me shumë numër të rekateve dhe të mos bezdisen. Shtrohet pyetja ku ishte ajo energji më përpara që ata të kenë mundësinë të falen edhe gjatë tërë vitit, se bëjnë këtë, sepse mungon kjo devotshmëria. Mungojnë edhe faktorë të tjerë pra që e ndihmojnë njerin që adhurimet t'i bëjë më lehtë, e kur njeriu e mund vetveten në pasionin e tij të ushqimit, i thot vetvetes jo se s'është koha tash që unë të pi ujë ani pse jam i etur, sepse është ditë, sepse unë jam agjërueshëm. Ai ka shumë më lehtë që edhe në ndonjë kacafytje eventualisht, ndonjë këmbim fjalësh me dikën tjetër, ti thot atij njëjtë unë jam agjërueshëm, nuk kam shumë kapacitet.
nuk kam shumë apetit të hahem me ty, të merrem me ty, të fjalosem me ty, të llafosem me ty. Unë dua që ne të jetojmë në paqe me ty, andaj unë jam agjërueshëm, mos më pengo mua. Pra me fjalë tjera, kjo dhe është e kërkuara e agjërimit, që ne të reflektojmë në sjelljet tona me njerëzit, të reflektojmë në sjelljet tona me Zotin, mbi gjitha, pra që çdo adhurim ta kemi shumë më të lehtë që ta përformojmë dhe ta kryejmë. Po si ishte mundur që një muaj, siç është muaji i Ramazanit, të ketë një energji dhe një impakt ndryshe tek njerëzit? Si ishte mundur që jemi të njëjtit njerëz edhe këto 11 muaj të tjerë? E vërtet, ashtu duket, mirë po, thash, ne duhet t'i besojmë asaj që i themi bereqeti në kohë. Begatia do thotë Zotit që njerëzit e ke vërejt, disa njerëz kanë të hyra materiale, pagë të njëjtë me disa të tjerë. Punojnë ndoshta të njëjtën punë. Kanë parafërsisht numrin e njëjtë të anëtarëve të familjes, kanë të njëjtat kushte parafërsisht. Mirë po, njëri jo vetëm që mjaftohet me atë pagë që ka, por edhe ushqehet mirë, edhe gjithë janë të kënaqur, edhe ndoshta mund të them edhe kursen pak. E shohim dikën tjetër që nuk i mjaftojnë, në gjysmën e muajit thotë nuk ka mazhë, jo që ushqehet më mirë, jo që ka veshmbathje më të mirë, jo. Shtrohet pyetja, a nuk është ai bereqeti që ne e kërkojmë në pasuri? Pastaj dikush mund të ketë pak fëmijë, një fëmijë, 2, 3, krahasim me dikën tjetër që mund të ketë 4, 5, 6, por në fakt me ata 2-3 janë të bekatshëm, janë të bereqetshëm. Ka shumë të arritura në atë shtëpi, në atë familje, ka shumë gjëra të mira. Ndërkaq numri i madh në familjen tjetër, me anëtar familjes ose me fëmijë, nuk do të thotë që ndoshta sjell atë begati që ka. Pra bereqeti ekziston. Atëherë në Ramazan ne duhet të pajtohemi me atë se është muaj i bereqetshëm. Është muaj që Allahu xhalla xhelaluhu për hatër të zbritjes së Kuranit ka bërë ndryshe. Pra kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhennetit. Pra mundësia për të arrit faljen e Zotit është shumë më e lehtë në Ramazan se jashtë Ramazanit. Mbyllen dyert e xhenemit. Pra mundësia për të shpëtuar nga dënimet. Prej dënimeve ne shpëtojmë duke u larguar nga mëkatimi, nga gjunafet. Atëherë i bie se ne jemi shumë më të gatshëm që të heqim dorë nga ndonjë ves i keq, nga ndonjë dukuri negative e cila mbase mund të jetë mishruar në ne gjatë rritjes dhe edukimit tonë që ka mund të jetë i paqëllimshëm. Me fjalë të tjera, në një mënyrë ose tjetër ne kemi pasur ta themi kështu atë nevojën për një ndryshim të tillë të shpirtit. Dhe Ramazani, duke qenë se nga njëra anë, pra një muaj i zbritjes së Kuranit dhe ne e agjerojmë atë muaj, pra që njeriu pëson ndryshim në programin e tij, në jetën e tij, është edhe nga ana tjetër se frekuentimi i të këqive në Ramazan është më i vështirë, në kuptim pra vetë djajt, shejtanët prangosen, lidhen, nuk e kanë mundësinë e ndikimit aq të lehtë sa kanë jashtë Ramazan. Për fjalë tjera, Ramazani është rasti i volitshëm që ne në një farë forme ta zëm armikun në gjumë e të jemi më të fuqishëm që të përmbysim atë. Mbesim përsëri tek muaji i Ramazanit. Kush janë ato njerëz kujt i lejohet që të mos agjerojnë, ndoshta për shkaqe shëndetësore? Ishte cituar kjo gjë diku? Po, në fakt në vetë versetin kuranor ku Zoti obligon agjerimin, fillimisht na thotë janë disa ditë të caktuara, janë ma'luma. Ato ditë të caktuara pra që ne i agjerojmë, menjëherë Zoti na bën atë përjashtimin, nëse dikush për jush është udhëtar, është simur ose është në udhtim, atëherë ai mund të mos agjerojë. Në këtë rast, pra sëmundja është prej faktorëve që e liron njeriu që të mos agjerojë. Sepse njeriu nuk kërkohet që të agjerojë të sëmundet. Nuk kërkohet që me agjerim të vështirësohet jeta e tij. Përkundrazi, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Zoti dëshiron që me agjerimin e Ramazanit ju të keni lehtësim e jo vështirësi. Pra nuk është çështja që ne thjesht të dënohemi me agjerimin. Përkundrazi, nëse shëndeti jon është i tillë që nuk e përballon agjerimin, atëherë ne duhet të merrem me shërimin e vetes tonë. Nuk guxojmë që në emër të agjerimit edhe të avolojmë shërimin, se mos flasim edhe ta shtojmë sëmundjen.
Pastaj, në kuadër të kësaj mund të jenë të vjetrit, njerëzit që kanë imunitet shumë të dobët, që nuk janë në gjendje ta përballojnë agjërimin as më tepër kur dita mund të jetë më e gjatë dhe temperaturat mund të jenë më të nxehta. Mund të jenë të liruar nga agjërimi gratë shtatzëna. Unë gjitha prej këtyre që po i përmend nuk është kusht që ne në udhtim të mos agjërojmë. Por nëse gjen forcë, nëse udhton me mjete të udhëtimit të cilat nuk janë që të sjellin siklet ose vështirësi, atëherë pse të mos agjërosh. Kur e themi gruaja shtatzan, ka prej grave që mund ta përballojnë edhe agjërimin dhe shtatzanin, por në rast se ato ndihen jo shumë të fuqishme që ti përballojnë të dyjat, atëherë shtatzania ka përparësi. Krahas kësaj, pra edhe nëna gjithënse, nëse ajo mund të konstatoj se me agjërim po i paksohet ushqimi i fëmijës, atëherë do t'i japim prioritet fëmijës, pra që ajo të mos agjëroj, ose nëse agjeron të mos agjëroj çdo ditë, një ditë po, një jo, në mënyrë që të ketë ushqim të mjaftueshëm. Me fjalë tjera, këta janë disa njerëz ose dikush që kanë një punë që është shumë e vështirë që të kryhet me agjërim. Dhe që ajo punë nuk pret deri pas Bajramit. Në të kaluarën e kemi pas ne në vendet tona koha e fshirjes së drithrave, e grurit. Ajo nuk është kohë që mund të shtyhet për më vonë. Kur rastis që Ramazani të jetë në korrik dhe është koha që ne t'i korrim të mbjellat tona dhe korja, sidomos në të kaluarën, pa autokombanja, pa automjete lehtësuese të fshirjes, ka bërë që kjo të ndodhë me bujë, me kuaj, dhe ka qenë punë jashtëzakonisht e vështirë dhe e lodhshme. Në situata të tilla do të lejohesh ata njerëz. Cili është kushti? Që nëse kushti është që nëse ata nuk mund ta përballojnë punën dhe agjërimin, dhe ajo punë nuk mund të shtyhet për më vonë. Kjo është kushti. Ndërkaq njerëzit që mund ta kenë punën në rond, por mund ta marrin pushim. Atëherë do ta kenë respektin për Ramazanin megjithatë. Po, por nëse gjatë këtij muaji nuk ke, për arsye që vetë i përmendet, e kam dëgjuar që thonë që mund t'japësh para dikujt që t'ja paguash dikujt edhe një iftar. Është kjo ajo që është sakta? Kompenzimi për agjërimin, po. Mund të jetë për ato kategori që nuk ka shpresë se përmirësohen. Për të moshuarit, për të smurit që janë me smundje kronike, që nuk pritet se pas Ramazanit do të kenë ditë më të mira se ato të Ramazanit, atëherë po, ata mund ta bëjnë fidje quhet kjo, shpagimin e një dite me ushqimin e një të varfëri, e që i bie nëse i kanë qenë 30 ditë Ramazan, atëherë të ushqen 30 të varfër ose të ushqet një varfër 30 herë. E kuptoj. Ne çastet kanë kaluar, por përpara se të japim fund emisionit, cili do të ishte një mesazh juaj për shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që ndoshta nuk të kanë parë më përpara, cila do të ishte një mesazh ndryshe, flas? Mesazhi im është duke pas parasysh se televizionit të UTA është edhe në platformat të ndryshme, nuk është vetëm për qytetarët ulqinak që jetojnë në Ulqin, por mund të jenë edhe për mërgatën tonë që janë të shumë të Ulqinit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me tekste veçantë, por edhe në vende të ndryshme të Evropës. Duke pas parasysh që është kjo, unë do të kisha një mesazh për gjithë ata që të ruajnë identitetin kudo që janë, të mos turpërohen për fenë dhe besimin që e kanë, të mos turpërohen edhe për përkatësinë e tyre kombëtare që e kanë. Nëse kem shku në ndonjë vend për të marrë të mirat e atij vendi, sidomos në aspektin ekonomik, të ruajmë atë që është jetike për ne, për gjeneratat e më të tjeshme, që pjesën identitare të mos e asimilojmë për hatër të askujt, sepse ne nuk bëhemi as francez, ne nuk bëhemi as gjerman, ne nuk bëhemi as amerikan, as arabe, as turq. Ne jemi këta që jemi dhe t'i ruajmë këto vlera. Në anën tjetër, feja jonë është që na vynë për dynja, na vynë në këtë botë. Feja është mirësjellje, feja është edukat, feja është gjithçka çka është më e mira në raportet me njerëzit, por mos harrojmë, feja është çelësi kryesor
në jetën e pasvdekjes. Ajo jetë është shumë e vërtetë. Ajo jetë është shumë reale. Ajo nuk është premtim i kotë. Nuk është nga bota abstrakte që mund të atrilloj një hoxh, ta themi, ose një prift, por ajo është e vërtetë e Zotit që ne të gjithë do të ringjallemi dhe do të shohim se cila është monedha jonë që na nevojitet dhe na kryen punë në botën e përteshme në ahiret. Atëherë këto veprat e mira, sikur ky agjerim, namazin që e falim, leximin e Kuranit, e shumë vepra tjera të mira, pastaj që janë në rrafshin horizontal në raportet ndërnjerëzore, sjellja e mirë me fëmijën, sjellja e mirë me prindin, sjellja e mirë vëlla me vëlla, vëlla me motër, vizita të ndërsjellta, të mos harrohet daja, të mos harrohet axha, të mos harrohet halla, tezja, të mos harrohen lidhjet farefisnore. Pra të bëjmë vizita, të mos i masim gjërat shumë me precizitet për t'i dënuar dhe për t'i ndëshkuar të afërmit për gabimet e tyre, por të kem faljen më të avancuar, më të teksuar se sa hakmarrjen. Atëherë këto do të ishin porosit që unë do t'ja kisha dhënë vetes në rend të parë, por edhe gjithë shikuesve tuaj. Të falenderoj shumë si prej fjalës të parë aty ku nisi deri tek kjo e fundit. Faleminderit shumë për këtë bisedë që kishim thjesht, por besoj që keni përçuar një mesazh të rëndësishëm për te ekranit. Uroj, edhe ishte kënaqësi edhe për mua që të jem pjesë e këtij emisioni dhe këtij televizioni. Nuk mund të rri pa përmendur edhe Hafizin Idris Dermakua, i cili e hapi këtë emision së bashku dhe i cili nuk është takimi jon i fundit, që ndoshta do të kemi edhe shumë të tjera, por do takohemi edhe në emisionin e Bajramit së bashku me Hafiz Idris Dermakun. Unë ju falenderoj shumë profesor. Faleminderit edhe një herë për këtë bisedë, por falenderoj atje edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që gjithmonë janë besnik dhe qëndrojnë me neve. Unë ju them një agjerim sa më të lehtë dhe të pranuar tashmë, sepse çastet po afrojnë për iftarin ton. Ne ju falenderojmë edhe një herë, takohemi së bashku edhe me kolegët e mia në të njëjtin koltuk, takohemi edhe nesër mbrëma. Deri atëherë, miru takofshë.